Horoskopi për ditën e enjte 30 korrik. Mirë se vini në horoskopin e të enjtes 30 korrik. Pas intensitetit të hënës së plot në ujore, energjia e sotme na fton të kuptojmë çfarë kemi mësuar dhe si do ta përdorim atë në vazhdim. Hëna vazhdon udhëtimin në ujor duke favorizuar idetë e reja, bashkëpunimin, teknologjinë dhe vendimet që ndikojnë në të ardhmen. Dielli në Luan vazhdon të na jap besim, kuraj dhe dëshirën për të dalë në pa, ndërsa Mërkuri direkt në Gafore ndihmon komunikimin dhe zgjidhjen e keqkuptimeve që kanë lindur gjatë javëve të fundit. Afërdita në Virgjëresh sjell vëmendje ndaj detajeve në dashuri dhe financa, ndërsa Saturni retrograd në Dash na kujton se çdo sukses kërkon disiplinë dhe përgjegjësi. Sot nuk është dita për vendime impulsive, por për të ndërtuar me qetësi mbi bazat që janë krijuar gjatë ditëve të fundit. Dhe le të ndjekim shenjat. Dashi, dita e sotme ju fton të shikoni për te interesave personale dhe të mendoni për projektet që përfshin edhe njerëz të tjerë. Në punë mund të merrni një telefonat, një mesazh ose një propozim që hap një rrugë të re për muajt në vazhdim. Mos nxitoni të përgjigjeni menjëherë, analizoni çdo detaj dhe konsultohuni me personat që u besoni. Në aspektin financiar mund të shfaqet një mundësi për të rritur të ardhurat, por vetëm nëse tregoheni të duruar. Në dashuri çiftet do të kuptojnë se komunikimi është shumë i rëndësishëm se sa dëshira për të pasur të drejtë. Beqarët mund të njohin një person me interesa të përbashkëta përmes internetit, një grupi apo një aktiviteti shoqëror. Mbrëmja është ideale për të planifikuar javët e ardhshme. Çdo hap që do të bëni sot do të ketë ndikim afatgjat, prandaj mos lejoni që impulsiviteti t'ju largojë nga objektivat tuaja. Demi, sot vëmendja juaj përqendrohet te karriera dhe përgjegjësitë, mund të merrni një detyrë të re ose të përballeni me një situatë ku duhet të tregoni aftësitë tuaja drejtuese. Mos keni frikë të merrni përgjegjësi sepse përvoja që fitoni tani do të shpërblehet më vonë. Në aspektin financiar është një ditë e mirë për të organizuar buxhetin, për të mbyllur një pagesë ose për të planifikuar një investim të ardhshëm. Në dashuri partneri mund të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje nga ana juaj. Beqarët mund të tërhiqen nga një person serioz i cili vlerëson stabilitetin dhe sinqeritetin. Mos lejoni që lodhja e ditëve të fundit t'ju bëjë pesimist. Energjia e sotme ju ndihmon të ndërtoni diçka të qëndrueshme. Mjafton të mos hiqni dorë në momentin e parë të vështirësisë. Binjakët. Kjo e enjte zgjeron horizontet tuaja dhe ju shtyn të kërkoni njohuri të reja. Është një ditë ideale për të studiuar, për të planifikuar një udhëtim ose për të nisur një projekt që lidhet me komunikimin, arsimin apo teknologjinë. Në punë, një bisedë me një person me përvojë mund t'ju jap ide që ndryshon mënyrën se si e shihni një çështje të rëndësishme. Në financa, është mirë të shmangni shpenzimet impulsive, edhe pse mund të tundoheni nga një ofertë interesante. Në dashuri, partneri do ta vlerësojë sinqeritetin dhe dëshirën tuaj për të dëgjuar. Beqarët kanë mundësi të krijojnë një njohje gjatë një udhëtimi ose nëpërmjet rrjeteve sociale. Dita favorizon të gjithë ata që janë të gatshëm të mësojnë dhe të provojnë rrugë të reja. Gaforia, energjia e kësaj dite ju ndihmon të lini pas disa shqetësime që ju kanë rënduar emocionalisht. Mërkuri në shenjën tuaj ju jep aftësinë të shprehni qartë mendimet dhe ndjenjat, ndërsa hëna në ujor ju shtyn të shihni situatat me më shumë objektivitet. Në punë mund të përfundoni një detyrë të rëndësishme ose të gjeni zgjidhje në një problemi financiar. Në dashuri është momenti i duhur për të folur hapur me partnerin dhe për të sqaruar çdo paqartësi. Beqarët mund të tërhiqen nga një person inteligjent dhe i pjekur emocionalisht. Mos keni frikë të ndryshoni një plan nëse kuptoni se nuk ju çon më drejt objektivave që dëshironi. Sot intuita dhe logjika do të punojnë së bashku në favorin tuaj. Luani, dielli vazhdon të udhëtojë në shenjën tuaj dhe ju mbush me energji, vetbesim dhe dëshirën për të marrë iniciativën. Megjithatë, hëna në ujor ju kujton se edhe njerëzit që ju rrethojnë kanë nevojë të dëgjohen. Në punë mund të merrni një ofertë interesante ose të përfundoni një projekt që ju ka marrë shumë kohë. Mos kërkoni të bëni të gjitha vetëm. Bashkëpunimi do t'ju sjellë rezultate më të mira se sa konkurrenca.
Në aspektin financiar mund të merrni një lajm pozitiv ose të shfaqet një mundësi për të përmirësuar të ardhurat, por mos u nxitoni me investimet. Në dashuri çiftet do të kenë mundësi të zgjidhin një debat të vjetër dhe të rikthejnë harmoninë. Beqarët mund të njohin një person karizmatik që i bën të shohin dashurinë me sy të. Këshilla e ditës është të përdorni forcën tuaj për të frymëzuar të tjerët, jo për t'i dominuar ata. Kur tregoni bujari dhe zemër gjemërsi, fati punon në favorin tuaj. Virgjëresha, kjo e njëjtë ju fton të ngadalësoni ritmin dhe të analizoni me kujdes çdo situatë. Afërdita në shenjën tuaj rrit sharmin personal dhe ju ndihmon të krijoni përshtypje shumë të mira tek njerëzit që takoni. Në punë mund të merrni një detyrë që kërkon përpikmëri dhe organizim, cilësi që ju dallojnë nga të tjerët. Financat paraqiten të qëndrueshme, por është momenti të mendoni për kursimet dhe jo për shpenzimet spontane. Në dashuri partneri do të vlerësoj kujdesin dhe vëmendjen që tregoni. Nëse jeni beqar, një njohje e re mund të lindë në një ambient profesional ose gjatë një aktiviteti të përditshëm. Mos lejoni që perfeksionizmi t'ju pengojë të shijoni momentet e bukura. Ndonjëherë gjërat më të mira ndodhin pikërisht atëherë kur pranoni se jo gjithçka duhet të jetë perfekte. Peshorja. Energjia e hënës në ujor harmonizohet shumë mirë me natyrën tuaj dhe ju ndihmon të shprehni idetë pa frikë. Kjo është një ditë ideale për takime, bashkëpunime dhe projekte krijuese. Në punë mund të merrni mbështetje në një kolegu ose të fitoni besimin e një personi me ndikim. Në aspektin financiar shmangni vendimet impulsive edhe nëse një mundësi duket shumë të rrejse. Në dashuri, çiftet do të kalojnë momente të bukura dhe do të bëjnë plane për të ardhmen. Beqarët mund të njohin një person që ndan të njëjtat interese artistike ose intelektuale. Sot do të kuptoni se ekuilibri nuk arrihet duke kënaqur të gjithë, por duke qenë të sinqert me veten. Besoni më shumë tek zgjedhjet tuaja dhe mos u ndikoni nga mendimet e njerëzve që nuk e njohin rrugëtimin tuaj. Akrepi, për ju kjo ditë vendos në plan të parë familjen, shtëpinë dhe stabilitetin emocional. Mund të ndjeni nevojën për të zgjidhur një çështje që është shtyrë prej kohësh ose për të folur hapur me një të afërm. Në punë durimi do të jetë arma juaj më e fortë. Mos reagoni menjëherë ndaj provokimeve sepse situatat do të qartësohen vetvetiu. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në lidhje me shpenzimet e paplanifikuara. Në dashuri partneri do të kërkojë më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Beqarët mund të krijojnë një lidhje me një person që i bën të ndihen të sigurt emocionalisht. Sot, transformimi nuk vjen përmes veprimeve të mëdha, por përmes vendimeve të vogla që ndryshojnë mënyrën si e ndërtoni të ardhmen. Shigjetari, kjo e njëjtë ju mbush me optimizëm dhe dëshirë për të eksploruar mundësi të reja. Në punë mund të merrni një ftesë, një propozim ose një ide që ju hap horizonte të reja. Nëse keni menduar të filloni një kurs, një projekt ose një bashkëpunim me persona nga vende të tjera, dita është shumë premtuese. Financat kërkojnë maturi, por nuk mungojnë mundësitë për përmirësim. Në dashuri partneri do të vlerësojë spontanitetin dhe humorin tuaj. Beqarët mund të njohin dikë gjatë një udhëtimi ose nëpërmjet internetit. Mos keni frikë të ëndërroni më shumë, por siguroni që çdo ëndër të mbështetet edhe nga një plan konkret. Britsjapi, për britsjapin dita sjell fokus tek siguria materiale dhe tek objektivat afatgjata. Mund të merrni një përgjigje që e prisnit prej kohësh ose të shfaqet një mundësi për të përmirësuar pozitën tuaj profesionale. Saturni retrograd ju kujton të mos ndërtoni mbi baza të dobëta. Në financa është momenti të analizoni me kujdes çdo kontratë ose marrëveshje. Në dashuri, partneri do të ketë nevojë për më shumë ngrohtësi dhe jo vetëm për mbështetje praktike. Beqarët mund të tërhiqen nga një person i qetë dhe serioz. Sot fiton ai që mendon për të ardhmen dhe nuk sakrifikon stabilitetin për një përfitim të shpejtë. Ujori, hëna vazhdon të qëndrojë në shenjën tuaj dhe ju jep energji, intuit dhe dëshirë për ndryshim. Mund të ndjeni se është koha për të lënë pas një situatë që nuk ju përfaqëson më. Në punë mund të merrni një ide brillante ose të fitoni mbështetjen e një personi të rëndësishëm.
Në financa, një plan i organizuar do të japë rezultate më të mira se sa vendimet spontane. Në dashuri, çiftet do të kenë mundësi të afrohen më shumë përmes një bisede të sinqertë. Beqarët mund të njohin dikë që ndan të njëjtin vizion për jetën. Sot jeni ndër shenjat që përfitojnë më shumë nga energjia astrologjike e ditës, ndaj mos e lini asnjë mundësi të kalojë pa e vlerësuar. Dhe peshqit. Për peshqit, kjo është një ditë që ju fton të dëgjoni më shumë intuitën dhe të mos e mbingarkoni veten me shqetësime të panevojshme. Në punë mund të kuptoni se një situatë që duke i ndërlikuar ka një zgjidhje më të thjeshtë nga sa mendonit. Financat mbeten të qëndrueshme nëse vazhdoni të tregoheni të kujdesshëm. Në dashuri, partneri do ta vlerësojë ndjeshmërinë dhe gatishmërinë tuaj për të dëgjuar. Beqarët mund të tërhiqen nga një person me botë të pasur shpirtërore ose artistike. Mbrëmja është ideale për reflektim, pushim dhe planifikimin e hapave të ardhshëm. Mos e nënvlerësoni forcën e intuitës suaj, sepse sot ajo mund t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve më të mira. Kjo ishte panorama astrologjike për të ënjtën 30 korrik 2026. Energjia e ditës na fton të ndërtojmë mbi qartësinë që solli hëna e plot, duke marrë vendime më të pjekura dhe duke ecur përpara me më shumë besim. Dielli në Luan na kujton të mos fshehim talentet tona. Hëna në Ujor na nxit të mendojmë për të ardhmen, ndërsa Mërkuri direkt na ndihmon të komunikojmë më hapur dhe të zgjidhim keqkuptimet. Përdoreni këtë ditë për të organizuar planet tuaja, për të forcuar marrëdhëniet dhe për të bërë zgjedhje që do t'ju sjellin rezultate pozitive në javët që vijnë. Ju uroj një të njëjtë plot fat, shëndet dhe suksese.